Përshëndetje miq të respektuar kudo që jeni dhe nga kudo që po më përcjellni. Flotilja Sumud, kjo fjalë të cilën aq shumë e kemi dëgjuar ditëve të fundit, është simbolika më e fuqishme deri më tani e bashkimit gjithbotror kundër dhunës, vrasjeve, djegjeve për së gjallit të fëmijëve, kundër masakrave dhe genocidit të cilin po e bën Izraeli mbi popullin e pafajshëm të Palestinës. Kjo flotilje Sumud është zëri i arsyes, zëri i njeriut njeri dhe i shpirtit ende gjallë njerëzor. Është manifestimi më i fuqishëm deri më tani, i vullnetit të hekurt, të njerëzimit kundër një regjimi që nuk po zgjedh as mjete e as mënyra vetëm e vetëm për të shfarosur një popull të tërë. Në fakt, flotilja Sumud është vullneti i qelikt i njeriut, i cili vetveten është në gjendje të hedhë në zjarr, të shkon drejt vdekjes vetëm e vetëm për të shpëtuar një tjetër, për të shpëtuar një njeri dhe një popull të pafajshëm. Sa për dienin tuaj miq, flotilja Sumud është organizimi më i madh civil i këtij lloji që ka ndodhur në histori. Sepse kemi të bëjmë me një rast, me një makabër masakër dhe gjenocid të papar të këtij lloji që ka ndodhur në histori. Të gjithë ata njerëz që kishin hipur në ato anije, pa dalim etnie, popujsh, shtete, fe, ngjyrë, racë apo gjuhë, u ngritën në këmbë dhe shumë të tjerë pas tyre për të ndalë gjenocidin mbi popullin palestinez dhe mundësisht e me shpresa të mëdha për të shpërthyer rrethimin e Gazës, këtij vendi i cili është pa pikë dyshimi burgu më i madh i hapur sot dhe që është bërë ndonjëherë në histori. Flota Sumud është e para kësaj radhe që është nisë në këtë mënyrë, por natyrisht nuk do të jetë e fundit, sepse është pa deri më sot. Në këto 2 vjetët e fundit, se paskësh njerëz ende të cilve nuk ju ka vdek sensi dhe dylli i njerëzishmërisë. Do të shtohen dhe do të vazhdojnë edhe nëse flotilja Sumud u parandalua që të arrijë në brigjet e Gazës, për të dërguar atje një pikë ujë dhe një kafshat buke e ndonjë ilaç me vete, qoftë edhe në mënyrë simbolike për t'ju dhënë shpresë palestinezëve dhe për t'ju thënë botërisht se qëndroni, bota është me ju. Folur teknikisht, flotilja Sumud është një organizim kësaj radhe i përbër nga 50 anije që bartnin afër 500 aktivist nga 47 shtete të botës. Këto 47 shtete me këta afër 500 aktivist dhe këto 50 anije, edhe njëre po them, nuk është numri përfundimtar. Me 10.000 të tjerë aktivist të niveleve të ndryshme shoqërore, sociale, akademike, intelektuale, presin sinjalin që të nisen me flotlje të reja dhe të tjera drejt Gazës së okupuar. Derisa po e përgatitja materialin
për të bërë këtë video dhe për ta nda me ju, lexova lajmin e mirë se nga Italia, nga brigjet e Italis, sapo është nis një flotilje e re me njerëz human, me humanist, me akademik, me ushtarak, me profesor, me mjek, me inxhinier, me të pasur dhe të varfër për t'i dalë në ndihmë popullit heroik të Gazës heroike. Me gjithë atë, këtë flotilje, Sumud, pikërisht mbrëm, derisa ishte afruar 69 milje afër ujrave të Gazës, kjo flotilje sulmohet nga ushtria izraelite. Fillimisht rrethohet nga 20 anije, me autoparlante kërkohet nga aktivistët ta ndalnin e ecjen e anijeve dhe të ktheheshin në vendet prej ku ishin nisur, më pastaj, duke pa se nuk dëgjohet zëri i ushtrisë izraelite, rrugan vazhdonin, por mbi kokat e tyre filluan të fluturonin aeroplanet e Izraelit për t'i friksuar dhe eventualisht për t'i ndalë dhe për t'i kthyer ka vendet prej ku kishin ardhur. Pas orës 9 të mbrëmjes, derisa filloi në ora 7, pas orës 9:21 të mbrëmjes së kaluar, Izraeli sekuestroi 6 anijet e para dhe burgosi 70 aktivistët e parë. Më pastaj filloi ndalja dhe sekuestrimi dhe burgosja edhe të 210 aktivistëve të tjerë. Anijet e para që u ndalën dhe u sekuestruan ishin Sirius, Alma, Spektra, Huga, Adara dhe Deir Yasin. Këta aktivist, të cilët edhe me bekimin e familjeve, të grave, të prindërve, të bashkëshortëve, e ndoshta edhe të fëmijëve të tyre, ishin nisur drejt Gazës, e kanë ditur 100% se edhe mund të vriten, por sigurisht se do të burgosen. E kanë ditë se do të dënohen edhe me vite të tëra, por megjithatë, guximi dhe shpirti i tyre njerëzor i lëvizi drejt shpërthimit të rrethimit të Gazës. Pas bastisjeve që filluan në flotiljen Sumud, lajmi mori dhën, u përhap në gjithë botën, vinin pamje të trishta nga andjej ku shiheshin se si hidhej ujë i nxehtë mbi aktivistët në këto anije. Sipas disa raportimeve është hedhur edhe helme kimike. Posa u pan këto pamje në përsheshe dhe rrugë të ndryshme dhe të shumta të metropoleve botërore, filluan të dilnin njerëz në mbështetje të flotiljes Sumud dhe në mbështetje të popullit palestinez. Sot gjendja është me sa vjen. Flotilja është ndalë, janë burgos thuajse të gjithë aktivistët dhe për shkak të pushimit shtetënor në Izrael, shtyhet gjykimi i tyre për në ditët në vazhdim. Megjithatë, siç thash pak më parë, nga Italia është nisur me njëherë flotilja tjetër dhe janë duke u bërë gatishmëri gati edhe flotilje të shumta nga vende të ndryshme të botës deri në lirimin apo hekjen e rrethimit të hekurt dhe të qelikt që administrata e Netanyahut ja ka bërë Gazës së palestinezëve.
Nëse e shikon miq historinë palestineze, sidomos të shekullit 20, nuk e ke rënd për të pa një fakt të dhimbshëm, dhe ai është Mesavion. Po, lufta e tanishme në Gaza është e paparë në histori, që nuk ka ndodhur natyrisht as në lindjen e mesme e as me palestinezët. Por, kjo luftë tani është vetëm një halk e luftave në zinxhirin e luftave të Izraelit kundër popullit palestinez dhe kundër popujve të tjerë në lindjen e mesme. Edhe atëherë, kur shumicën të lidhur duarve dhe këmbëve, 750.000 palestinez i largojnë nga trojet e tyre dhe me anije të lidhura në to, dërgohen në për shtete të ndryshme në çdo cep të botës, edhe më pastaj reprezaljet, masakrat, burgoset e qindra mijë palestinezve, vrasjet e fëmijëve, dëbimet, egzodet, vrasjen e çdo kuj që i dilte përpara dhe i pegonte, asnjëherë, deri në këto momente, derisa po flasëm, rezistenca palestineze nuk është ndalur. Prandaj, Hamasi, me çfarë do cilësimit të cilësohet, çfarë do epitetit të jepet, dhe sido që të shihet nga syri i jashtëm, e sidomos i fuqive të mëdha që po shkatërrojnë lindjen e mesme, Hamasi është gjithashtu vetëm një halk në zinxhirin e rezistencës që ka filluar sidomos pas vitit 1948, vit ky kur themelohet shteti i Izraelit. Hebrejt, të cilët kishin vuajtur shumë për gjatë historisë së tyre, që nga koha kur romakët i dëbojnë nga Palestina, nga tokat e tyre, pastaj Hammurabi dhe të tjerët nga Mesopotamia, pastaj dhuna e trisht që është bërë nga vitin 1012 në Evropë, deri në kohën e Gjermanisë naziste, ky popull i cili kishte hekur, vuajtur dhe përjetuar të gjitha llojet e egzodeve të ndryshme, pritej që të jetë një popull dhe një shtet, i cili duke kujtuar historinë e vet, do ta pranonte edhe të drejtën palestineze për krijimin e shtetit të tyre. E dyta, nëse e gjithë bota, për gjatë gjithë historisë së tyre, ishte ngritur dhe punuar kundër tyre, miq të dashur dhe të respektuar, që ta dini, i vetmi shtet i cili i ka pranuar, i ka mbajt, janë shkolluar në te, janë trajtuar si kur të gjithë qytetarët e tjerë janë shtetet muslimane. Nuk dihet as një rast, nuk shkruhet, nuk është shkruar as një rast për gjatë gjithë historisë, nga koha e Muhamedit a.s. e deri me shpërbërjen e perandorisë osmane, për afër 1400 vjet, të jetë bërë ndonjë genocid, apo ndonjë vrasje, apo ndonjë organizim egzod i organizuar nga administratat, principatat, shtetet apo perandorit islame. Muslimanët janë të vetmit në botë dhe në histori që kurrën e kurrës, asnjëherë në mënyrë të organizuar nuk kanë zhvilluar lufta kundër hebrejve. Përkundrazi, atëherë kur i kanë dëbuar të tjerët, kur i kanë vrarë të tjerët, muslimanët janë ata të cilët i kanë pranuar hebrejt dhe, siç thash, të mos përsëritem,
e kanë jetuar jetën e tyre si kur të gjithë qytetarët e këtyre shteteve islame. Dhe çuditërisht, pikërisht kundër këtyre muslimanëve. Tani kundër palestinezëve, hebrejt, Izraeli, entiteti cionist i Izraelit zhvillon njërin prej luftrave të papara dhe masakrave më të tmerrshme që kanë ndodhur ndonjëherë në histori. Megjithatë, edhe në këtë botë ka pak drejtësi, përderisa bota e tërë për ta shpërla fytyrën e vet kishte filluar pak para shpërbërjes së perandorisë osmane, që të bën përgatitjet e fundit për krijimin e një nënpullazi për hebrej. Bota perëndimore, sidomos Evropa, e në veçanti Britania e Madhe, po ndihmonte në krijimin e shtetit të Izraelit. Këto shtete tani më janë duke pa se çfarë është duke ndodhur në Gazën heroike. Njerëz të tërë, miliona e dhjetra miliona e qindra miliona njerëz nga bota perëndimore, gjithashtu në Azi, në Afrikë, në Australi, në Amerikën veriore dhe latine jugore, janë ngritur në këmbë kundër këtij apartheidi të administratës së Netanyahut. Këta njerëz tani, të cilët u ngritën dhe hipën në këto 50 anije, ishin të vetëdijshëm se çfarë kanë lexuar, çfarë kanë dëgjuar dhe çfarë tani janë duke pa me sytë e tyre. Dhe derisa po burgoseshin, po sekuestroheshin, po arrestoheshin, më mirë të them, nga anijet e flotiljes Sumud, bota edhe njëherë e pa se çfarë është duke bërë Izraeli në Gaza, në bregun perëndimor dhe kundër të gjithë atyre të cilët i sheh si një konkurrent, e mos të them edhe si armiq të tyre. Kthimi i botës kundër Izraelit natyrisht tani është armiku më i rrezikshëm për vetë Izraelin. Kjo botë e cila e kishte ndihmuar, po i lëm qeverit dhe organizmat politik të cilët veprojnë në mënyra të tjera, po flas për popujt e këtyre shteteve, janë duke pa dhe duke pa, janë duke lëvizur si asnjëherë më parë në histori kundër ndaljes së kësaj dhune, masakrave dhe gjenocidit izraelit që është duke u bërë mbi popullin e pafajshëm të Izraelit, e Palestinës. Miq, 3 videot e kaluara e kam shpjeguar gjendjen e Izraelit në arenën ndërkombëtare, duke filluar me videon e parë ku fola për pozitën e rëndë që e shkaktoi vetë Netanyahu në seancën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në momentin kur bota e përfaqësuar nëpërmes shteteve, e këto shtete të përfaqësuara në Kombet e Bashkuara, nëpërmes përfaqësuesve të tyre, ja kthyen shpindën Netanyahut, kanalit 13 i Izraelit lëshon deklaratën e mëposhtme. Thot tekstualisht, kur diplomatët e huaj u larguan nga salla në një nga një, pasi filloi fjalimi i kryeministrit Netanyahu, ata nuk po pështynin në fytyrën e Netanyahut, por në fytyrën e shtetit të Izraelit. Kjo është fjali e nxjerrë nga Channel 13 i Izraelit. Për te i kësaj,
gazetarja dhe shkrimtarja e njohur izraelite, Nava Rozlio, e përshkroi këtë protest si më poshtë dhe thot, çfarë simbolike. Ja se si duket Izraeli në syt e botës. Vendet perëndimore, jo vetëm që po e njohin shtetin e Palestinës, por gjithashtu një nga një po tërheqin të gjithë mbështetjen që i kanë dhënë deri më tani Izraelit. Kalimthi mbrëm e përmenda në video se qëndrimet e administratës Netanyahu, jo vetëm të fundit tani ndaj flotiljes Sumut, por edhe ndaj popujve, kombeve dhe shteteve të lindjes e mesme, si asnjëherë më parë, ka ndihmuar dhe ndikuar në përbashkimin e mundshëm dhe sigurisht do të ndodhë i arabëve dhe i muslimanëve në përgjithësi, sepse sikur popull demokratik të botës perëndimore, edhe të anëve të tjera të botës janë duke e parë se po ballafaqohen me një rrezik që rrallëherë ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Kur them miq e përdori disa herë fjalën rrallëherë në historinë e njerëzimit, të jeni të sigurt se këtë fjali dhe këtë tokë fjalësh nuk e përdori vetëm si një rim në fjalit e mia, por janë qëndrime të mbështetura dhe të lexuara në për libra dhe studime të ndryshme rreth popullit hebrej, rreth Izraelit dhe natyrisht rreth lindjes së mesme. Flotilja Sumud, që ta mbani mend, është misioni më i madh civil që ka ndodhur në histori dhe i cili po ky mision më i madh i civil në histori u ndal dhe u persekutua. Shtrohet pyetja nga një njeri normal se a thua janë normal këta njerëz të cilët sot e udhëheqin Izraelin, ose të jem më modest në shprehjet e mia, me çfarë logjike dhe me çfarë programi, me çfarë guximi një popull apo një shtet, jo ma shumë se 10 milion, ti shpa luftë gjithë botës, fillimisht Gazës palestinezve, pastaj Libanit dhe nëpërmes Libanit gjithë arabëve, rezultuar me bombardimin e Dohës, Katarit, vendit kryesor që po ndërmjetësonte luftën në bashkëpunim me Egjiptin, Turqinë, Arabinë Saudite dhe në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe së fundi me çfarë logjike, me çfarë guximi e nisën në thojza luftën kundër 47 shteteve, nga të cilat ishin nisur anijat e flotiljes Sumud. Unë personalisht, që të jam i sinqert, në asnjë mënyrë nuk po mund ta kuptoj këtë logjik. Ka njëre po thëmë, mos i është bë kurth popullit hebrej, që nëpërmes administratës së Netanyahut ta sjellin në këtë gjendje shtetin për të cilin me shekuj punuan dhe për ta shlyer nga kujtesa e njerëzimit sot edhe reprezaljet, dhunën, vrasjen, egzodet dhe dëbimet që janë bërë hebrejve për gjatë gjithë historisë së tyre. Aeroplanet ushtarak, teksa fluturonin mbi kokat e këtyre afër 500 aktivistëve,
në fakt janë fluturime mbi kokat e popujve të këtyre 47 shtetëve, bijt e të cilve ishin nisur drejt Gazës. Këta njerëz, të cilve ua kam lexuar kujtimet e tyre, letrat të cilat i shkruanin për mediat e vendeve të tyre, për familjarët e tyre, këta njerëz, para se të hipnin në anije dhe të niseshin drejt Gazës, drejt brigjeve të Gazës, edhe nëse pengoheshin fillimisht nga qeverit e vendeve të tyre, si veproi fillimisht Italia, këta njerëz janë mbështetur nga familjarët e tyre, letrat të cilat i shkruanin për fëmijët e tyre ishin prekse. Ishte vështirë ndonjëherë ti përmbash lotët, teksa shkruanin këto nëna që ishin në ato anije, dhe ata prindër, babalar që ishin në ato anije, duke i shkruar fëmijëve të tyre dhe duke u thënë se ndoshta ky është shkrimi i fundit në jetën time. Bile, një baba italian po i shkruan të djalit të tij 6 vjeçar. E vladi jem, biri jem, zemra ime, mos u brengos, se do të kthehem së shpejti dhe do të bi një dhurat nga Gaza. I kishte mbyll letrën dhe më poshtë e bën sqarimin të cilin e përmenda në statusin tim, a qëfar do t'i sjellin nga Gaza fëmijët tim, nga ky vend i shkrumbuar. Ndoshta do të arrij të gjej ndonjë lodër të ndonjë fëmije që kishte vdekur në bombat e Izraelit derisa ishte duke luajtur me lodrën e tij. Kjo gjendje e këtyre njerëzve, të cilët ishin mbështetur nga familjarët e tyre, ishin përshëndetur nga familjarët e tyre dhe ishin bërë organizime spektakolare në portet e vendeve nga ku u nisën këta aktivist, në fakt pra përfaqësojnë vendet e tyre dhe manifestojnë shpirtin njerëzor të njerëzve të shteteve të tyre. Dhe kundër këtyre njerëzve u ngrit Izraeli njëjtë siç ishte ngritur kundër palestinezve dhe popujve të tjerë të Ballkanit. Për mua mbetet e pa logjikshme dhe jam i pa aft në 2 pika t'i jap përgjigjet e mia, me gjithë që me ditë të tëra e kam përcjell situatën e luftës në Gaza. E para është, e bëra pyetjen para disa dite, a ka njeri ekspert ushtarak që mund ta shpjegoj me terme normale, që ta kuptojmë ne njerëzit e rëndomt, se çfarë është duke bërë rezistenca palestineze që ende makineria më e fortë në botë, izraelito-amerikane nuk ka arritë asgjësoj tërësisht. Dhe pika e dytë që nuk mund ta kuptoj asesi dhe t'i gjej përgjigje është guximi, arsyeja, kjo gjendje e pashpjegueshme e administratës tani të Netanyahut që është ngrit në luftë kundër gjithë njerëzimit. Dhe për fund, mendoj se do t'i mbetem borxh qytetarëve të vendeve nga ku janë nis anijet që e themeluan flotiljen Sumud, nëse nuk i përmendi emrat e shteteve me krenari, nga të cilët humanist të rrafsheve, të gjitha rrafsheve shoqërore, sociale të këtyre shteteve morën guximin,
hipën Bianije, u të buan në ujrat e Tunisit, edhe pse të bombarduar fillimisht atje, e para saj në ishullin e Kretës, në ujrat e Kretës së Greqis, këta njerëz arritën të vazhdojnë rrugën dhe deri më sot ta kombojnë zërin më të lartë gjithë botror që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Dhe ky është lëvizja e flotiljes Sumud, e para e këtij lloji në histori dhe misioni më i madh civil gjithbotnor që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Për hir të këtyre aktivistëve, për fund më lejoni ti lexoj emrat e shteteve të këtyre heronjve të gjallë. Këta 500 aktivist janë nisur nga prej tyre, nga Çekia, Danimarka, Gjermania, Holanda, Britania e Madhe, Belgjika, Irlanda, Luksemburgu, Zvicra, Shtetet e Bashkuara, Meksika, Kolumbia, Argentina, Uruguay, Brazili, Maroko, Mauritania, Algjeria, Tunizia, Afrika e Jugut, Franca, Spanja, Italia, Portugalia, Polonia, Suedia, Norvegjia, Finlanda, Austria, Lituania, Slovakia, Kroacia, Serbia, Greqia, Bulgaria, Turqia, Jordania, Kuvajti, Bahreini, Omani, Maldivet, Pakistani, Japonia, Malajzia, Indonezia, Australia dhe Zelanda e Re. Dhe për fund të fundit një informacion që ndoshta nuk e keni ditur. Kryeministra Meloni e Italis vazhdimisht ushtroi presion mbi aktivistët dhe organizimin e flotiljes Sumud që të mos i lejoj të nisen nga brigjet e Italis. U hap lajmi se aktivist, ndërta edhe deputet të parlamentit të Italis, po tërhiqen nga udhëtimi. Dhe kumboi një lajm i hidhur se nëse italianët nuk i bashkohen kësaj flotilje, flotilja Sumud do të dështoj se lëvizuri nga brigjet e shteteve të ndryshme. Italianët vetë mohus për kundër qëndrimeve politike të qeverisë italiane vendosën që të bashkohen flotiljes. Dhe flotilja u nis një rrugë, një nder i madh i popullit italian që në mesin e tyre pati edhe kësa që ndihmuan drejt për drejti dhe më së shumti për realizimin e projektit më të madh humanitar në histori, flotilja Sumud. Deri në një zhvillim tjetër, në një video tjetër, natën e mirë.